një pjesë e shtëpisë, ti e hamencon më mirë se unë kush. Nuk i pëlqen kjo dasia që po e krijojnë vetë më shumë, se shtëpia ka vend për gjithë. Artistët me jo artistët. Besoj është ndjeri çik kështu. Jo, se kam ndjerë shumë të drejtën. Nivele zhbudalliqe shkollim të tash. Unë personalisht nuk jam ndaj askujt që është një artist si artist këtu brenda, se jashtë është tjetër gjë. Këtu brenda nuk jam ndaj njeriu se ta marrësh nga njëra anë, unë për 3 muaj hyra këtu. Ta marrësh nga njëra anë, pra logjikisht bie jam shumë i kupton? Logjikën. Ndërsa respekti për atë që është artist, për shembull, siç e kam thënë, Mirin Nesin dhe Erikun, tani që na kanë rritur, është respekt jashtë kësaj gjëje, është respekt personal për atë që na kanë rrit mua dhe ty, se jemi një brez pak a shumë. Kështu që respekti për ata dhe gjithmonë. Kurse pjesa të ndaj kulturën, nuk bëhet fjalë se s'jam unë askush, jo për gjyku, por sas nuk duhet asnjëri këtu ta bëhet gjë, se shumë e turpshëm. Se ati ka falë Zoti artist lëkun, ty të ka falë një gjë tjetër. Unë ka falë një gjë tjetër. Kështu që Gjithsesi, ti je më i afërt me Mateo, në shoh që edhe Flori shumë çuni mirë. Edhe nuk pëlqen një gjë që është në ajër, që do ta them. Mateo. Jo. S'kam situatë personale me asnjë. Po që është ndryshe kam përshtypjen nga ekrani, se di sa ke arritur ta ndjekësh ta perceptosh. Realisht një prime kam pa, realisht vetëm një prime, asnjë vetëm reelsat. Si është që të kuptosh që kësi është ndamë në shtëpia? E di si është ndamë. Jo, s'është ndamë. S'ka problemi që s'është ndamë. Jo, këtu janë të ndarë, po ndrohen një ditë ne, një ditë ne. Kjo është problemi, janë 2. Dallojnë shumë mirë si janë 3. Në saktë? Dhe dallohen që po ditë për ditë po bëjnë një rotacion kështu. Njëra ndaj njëri këtë ca të paqëndrueshëm. Sepse duan të jenë dhe vetëm të çajnë dot. Hyn, largohen, largohen. Po, do lajm bashkë për 10 minuta. Okej? Po, ta merr. Po, faleminderit. Tashi Flori me Mateon i kanë prishë çik balancat. Këtyre se mendojnë se po i prishin lojën. Dhe janë njërit mes linjës. Se ata e kishin menduar që do të ishte ndërkohë me njëri tjetrin, do vendosin njerëzit në mes dhe do dilnin finale avash. Dhe çfarë po bëjnë tash? Se kjo është një gjë që e kam kuptuar që ditën e parë edhe s'kam dashur më përzi asnjëherë me grupe. Tash Flori ndoshta nga çka ka pa, ku di unë, duket se erdhi me pozicionon çik më mirë. Mateo nga ana tjetër ka bërë atë lirën e vet, du me dalë individual, edhe po ka vetë më mirë. Dhe tash ç'a ndjej unë është fryjnë vazhdimisht që të përplasen me njëri tjetrin. Dhe nuk më pëlqen. Dhe besoj